E mirë presim. Ju lutem ta dëgjojmë me vëmendje. Si fillim faleminderit të gjithëve që jeni këtu, faleminderit Aldo dhe të gjithë organizuesit të kësaj konference. Të dashur të pranishëm, të nderuar përfaqësues të institucioneve, i nderuar presidenti i organizatës në gjatë, prindër të rinj dhe mbi të gjitha zëra që nuk dëgjohen mjaftueshëm. Sot nuk jemi këtu për të shnuar thjesht një datë në kalendar. Sot jemi këtu për të parë drejtën në sy një realitet që shpesh mundohemi ta anashkalojmë. Jemi këtu për të folur për fëmijët që nuk kanë një dorë për të mbajtur, një zë që i mbron, apo një shtëpi që i pret me ngrohtësi. Jemi këtu për fëmijët e braktisur. Si artiste dhe aktore, kam kaluar vite duke interpretuar histori, disa të bukura, disa të dhimbshme, por asnjë rol nuk është më rëndësishëm se sa roli ynë si njerëz në jetën reale, sepse këtu nuk ka skenar. Dhe ne këtu kemi përgjegjësi. Fëmijët nuk zgjedhin të lindin në varfëri, nuk zgjedhin të braktisen, nuk zgjedhin të rriten pa përqafime, pa mbështetje dhe pa siguri. Megjithatë, ata janë ata që paguajnë çmimin më të lartë. Çfarë do të thotë të jesh i braktisur? Braktisja nuk është vetëm mungesë fizike, është mungesë dashurie, është mungesë kujdesi, është mungesë shprese. Një fëmijë i braktisur shpesh jeton në pyetjen pse nuk më deshën. Dhe kjo pyetje do ta ndjek gjithë jetën. Ne shpesh flasim për të drejtat e fëmijëve si një koncept teorik, por shumë fëmijë këto të drejta nuk janë në realitet. Ato janë luks. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i sigurt, të rritet me dinjitet, të edukohet, të dëgjohet, mbi të gjitha të mbrohet. Por kur një fëmijë braktiset, këto të drejta shkelen në mënyrën më të dhimbshme. Realiteti që duhet të pranojmë. Braktisja e fëmijëve nuk është një problem i largët. Nuk ndodh vetëm në vendet e tjera, ndodh mes nesh. Në qytetet tona, në komunitetet tona. Ka fëmijë që jetojnë në institucione për vite të tëra. Ka fëmijë që rriten në rrugë. Ka fëmijë që bien pre e abuzimit, trafikimit dhe shfrytëzimit. Dhe shpesh ne zgjedhim të mos i shohim, por heshtja është bashkëpajësi. Si ndikon kjo tek një fëmijë? Një fëmijë i braktisur nuk humb vetëm familjen, ai humb besimin, ai humb ndjenjen e vlerës, ai humb fëmijërinë. Studimet tregojnë se fëmijët që rriten pa mbështetje kanë më shumë gjast të përjetojnë trauma të thella, përballën me vështirësinë në edukim, rrezikojnë të bien në varfëri ekstreme, kanë më pak mundësi për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme. Por kjo nuk është sepse ata janë të paaftë, është sepse sistemi i ka lënë pas. Por ka shpresë. Çdo fëmijë mund të lulëzojë nëse i jepet mundësia. Një mësues që beson tek ai, një familje që e mirëpret, një komunitet që e mbështet, një akt i vetëm kujdesi mund të ndryshojë një jetë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi sot këtu, për të mos lënë shpresën të shuhet. Hapat konkret që duhet të ndërmarrim. Nuk mjafton të ngjem keqardhje, nuk mjafton të flasim, duhet të veprojmë. Fuqizimi i familjes si struktura kryesore. Shumë raste braktisje lidhen me varfërinë dhe mungesën e mbështetjes. Duhet të investojmë në programe sociale, të ndihmojmë familjet në krizë, para se ato të detyrohen të braktisin fëmijët e tyre. Sisteme më të forta të mbrojtjes së fëmijëve. Institucionet duhet të jenë të koordinuara, të trajnuara dhe të përgjegjshme. Çdo rast duhet të trajtohet me urgjencë dhe profesionalizëm. Promovimi i birësimit dhe kujdesit familjar. Çdo fëmijë meriton një familje, jo një institucion. Duhet të lehtësojmë procesin e birësimit dhe të mbështesim familjet kujdestare. Edukimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë. Shpesh, paragjykimet janë pengesë e madhe. Duhet të flasim hapur për këto probleme në shkolla, në media, në komunitete. Mbështetje psikologjike për fëmijët e prekur. Traumat nuk zhduken vetë. Fëmijët kanë nevojë për terapi, për kujdesi emocionale dhe mbështetje afatgjatë. Përfshirja e të rinjve. Të rinj mund të bëhen zëri më i fortë i ndryshimit. Vullnetarizimi, aktivizimi dhe solidariteti
janë mjetet më të fuqishme. Përgjegjësia e secilit prej nesh nuk është vetëm detyrë e shtetit, është detyrë e çdo individi. Çdo akt i vogël ka rëndësi. Roli im si artiste unë besoj në fuqinë e historive, sepse historitë na bëjnë të ndjejmë, na bëjnë të kuptojmë, na bëjnë të veprojmë. Unë do të vazhdoj të përdor zërin tim për ata që nuk dëgjohen. Do të vazhdoj të tregoj histori që sfidojnë indiferencën, sepse arti nuk është vetëm argëtim, është ndërgjegje. Një mesazh për fëmijët. Nëse ka ndonjë fëmijë që dëgjon këtë mesazh sot, dua t'i them se ti nuk je vetëm. Ti ke vlerë. Ti meriton dashuri. Ti meriton një të ardhme. Dhe ne do të luftojmë që kjo të bëhet realitet. Thirrje për veprim. Le të mos largohemi nga kjo sallë, po të njëjtë siç erdhëm. Le të largohemi me një vendim për të bërë diçka konkrete. Të ndihmojmë një familje në nevojë, të mbështesim një organizatë që punon me fëmijët, të flasim kur shohim padrejtësi, të mos i mbyllim syt, sepse ndryshimi fillon nga të gjithë ne. Fëmijët nuk janë e ardhmja jonë, ata janë e tashmja jonë. Dhe mënyra se si i trajtojmë sot, do të përcaktoj botën nesër. Le të ndërtojmë një botë ku asnjë fëmijë nuk dihet i braktisur. Një botë ku çdo fëmijë ka një emër, një zë dhe një vend ku i përket. Faleminderit.